Gjykata kushtetuese është mbledhur ditën e sotme për të shqyrtuar çështjen e Belinda Ballukut, zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës dhe energjisë, por nuk ka dhënë ende një vendim përfundimtar. Seanca u zhvillua me 22 janar, pa praninë e Ballukut, ndërsa trupa gjykuese vendosi që t'i duhet më shumë kohë për të analizuar ankimin e paraqitur nga qeveria për shfuqizimin e vendimit të gjykatës së posaçme të korrupsionit dhe krimit të organizuar, që e kishte pezulluar nga detyra. Sipas ligjit, vendimi i kushtetuesës duhet të shpallet brenda 30 ditëve, por deri tani nuk është bërë publik. SPA ka depozituar dhe në kuvent një kërkesë për autorizimin e arrestimit të Ballukut, që nënkupton më parë heqjen e imunitetit parlamentar. Vendimarrja e kushtetuesës vjen në një moment institucional dhe politik të tensionuar, teksa debatet mbi balancën e pushteteve vijojnë. Balluku është nën hetim për dyshime shkeljesh në procedurat e tenderave, përfshirë një projekt me vlerë rreth 190 milionë euro dhe hetime të tjera që lidhen me procedura prokurimi publike. Kushtetuesja ka afat ligjor për të dhënë vendimin përfundimtar, ndërkohë që Këshilli për imunitetin dhe mandatet në kuvent pritet të mblidhet të mërkurën për të shqyrtuar kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit parlamentar të ministres.